Nikolas Gage ka ardhur në Tiranë me ftesë të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare me rastin e shenjtërimit të saj katedrales Ngjallja e Krishtit. Gage ka qëndruar në Tiranë për 2 ditë nga ku ka marrë të gjithë informacionin e detajuar për të gjitha lëvizjet politike që janë bërë në Shqipëri përgjatë këtyre muajve. Burime nga organizata Omonia pohuan për gazetën shqiptaria.com se ai ka marrë një dosje të plotë të informacioneve të detajuara për të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në vend, si dhe për diskutimet që janë bërë për reformën territoriale. Pavarësisht se Gage mbahet i informuar në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat e tij në Shqipëri në këto takime, ai është informuar mbi të gjitha ngjarjet që janë bërë në Shqipëri. Gage ka ardhur në Tiranë më 31 maj, ku takimin e parë e ka pasur me përfaqësues të Omonias. Ai ka marrë pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të katedrales, ku është takuar dhe me kreun e Omonias Vasil Bollano. Në këtë ceremoni ai ka qenë me ftesë të Kishës Ortodokse, ku ka qenë i protokolluar për pozicionin ku do të ulej, si dhe ishte parashikuar që ai të qëndronte në krah të Vasil Bollanos. Pas ceremonisë ai ka marrë pjesë edhe në darkën organizuar me këtë rast dhe ditën e nesërme është larguar nga Shqipëria. Por përpara se të ikte, Gage ka marrë një informacion të detajuar për të gjitha zhvillimet në vend.